kush është më e bukur? Luana Vjollca, Belinda Balluku apo Zegjina Caushi? Po të treja këta, dhe me thonë, me bukurinë e tyre natyrore të manisin, po me qëse zonja Balluku si ministre është pak e shkëputur nga realiteti i bukurisë. A ka çfarë ka bërë për bukurinë? Po, është e vërtet. Tani edhe këngin zorën së fundi që me gjakun e fëmijëve tane u zbukurove, u bëre, dhe me thonë, ishte... Që më dole këtu, më thua një mendim shkurt Belinda Balluku. Po, zonja Balluku Çfarë po ndodh me atë person? kthehet këto ditë nga Bullgaria pasi është në një vizitë. Ti e dolin në Durrës. Paska. Prezantoi drejtorin e ri të portit Durrës. Po, E ndërkohë që Spaku e pret vazhdimisht, i thot hajde paraqitu, ke bërë shkelje, Është e vërtetë se që- çfarë duan, hajde me një avokat. Po avokati çfarë duan? opozita nuk e lëshon. Nuk e lëshon Ballukun pasi opozita pasi ka dosje, dhe me thonë, si që thot vetë opozita solide. Pra, Balluku ka dosje solide për opozitën. Opozita ka dosje solide në shkeljet e Ballukut, dhe me thonë, në tenderat e rrugëve, në tenderat e Mendova mos kishte interes opozita që ta mbante Ballukun, mos ta lëshon. aeroportit, dhe me thonë, po do të patur parasysh që Lali Erin opozita e hoqi nga bashkia, pasi Dali opozita me Ballukun? 20 protesta, nuk e di, nëse mobilizohet opozita si me Lali Erin që dalin para Ministrisë Infrastrukturës çdo javë, atëherë Spaku detirohet që të vije dhe ta merr me veten makina aty dhe ta çon në Durrësa, ta çon. Do e arrit thua Spaku ta marrë me forcë? Po, Ai sa shef ti si si mjeshtri i audiencës. përderisa Spaku javën e kaluar, do të thonë, e ka aktivu dosjen e saj. Tani ka diçka që nuk shkon, do të thonë, edhe Spaku, se ndryshe ajo Spaku edhe e klason dosjen, do të thonë, pa u fut në detaje, po nëse problemi është bërë publik, dhe me thonë, atëherë dihet që ata din diçka. Dhe kështu që zonja Balluku mendoj nga fundi i vitit mbaro punë me ministrinë, dhe kështu që siç e tha dhe kryeministri Rama, që drejtësia ka punën e saj, ne kemi punën tonë, do të thonë, që i ka dhënë dritën jeshile kryeministri Rama Spakut për të vazhduar hetimin me zonjën Balluku. Për ta mbështetur këtë që sapo thatë ju, dje për shembull Balluku doli live në Facebookun e saj nga prezantimi i portit të Durrësit, ndërkohë që Rama çdo live që kjo bënte e pasqyronte faqja e vet, dje nuk e pasqyroi. Po, duhet ditë që nëna ime ka qenë deputete. Dhe kështu që politikën unë e kam gjak. Duhet patur parasysh tani që edhe Lali Eri me kryeministrin Rama ishin në te varrezat e dëshmorëve të kombit me 5 maj. Dhe të nesërme, do të thonë, erdhi Spaku dhe e mori të zyra. Do të thonë, zot thot gjë ajo bashkëpunimi, opinioni gjë, deri në sekondën e fundit, derisa Spaku, do të thonë, të arrit po të veproj, do të thonë, që të shfuqizoj nga çdo forcë politike që ke, do të thonë ti je aktiv deri në momentin e shkarkimit. I ka dhënë afat deri të premte. Po do të patur parasysh që më vjen keq për zonjën Balluku, pasi fillimisht e shikoja si një njerëz të sinqert, si një grua e motivuar, e devotshme. Pra ti nuk mendon se kjo ka bërë vjedhje apo? Po vjedhje tani ju e pa me Alda Klosin, që ju gjetën 500.000 euro. Ajo pastrusja që shkonte e pastronte aty, e kush e di sa janë fshehur, do të thonë, korrupsioni, do të thonë, është diçka që të tërheq, vetë ju, sot merr 5, nesër merr 10, pastaj se mësohet edhe se kontrollon më veten, Besoj Balluku s'bën pjesë të kjo. Po përderisa opozita thotë që 1 kilometër rrugë kushton më shumë në Shqipëri se sa në vendet e tjera të Ballkanit, do të thonë që Kemi terren të vështirë, gjithë ato ura që duhen. Po mendoj që rrogat janë rritur, se vetë po këta rritën rrogat. Po, shpjegojnë gjithë. po Jemi me 300.000 lekë punon më ndërtim. Po është e vërtet, do të thonë që zonja Balluku si ministre, do të thonë, ka pasur peshën e saj në vendime. Dhe duhet patur parasysh që nëse analiza që do i bëhet asaj në detaje, do bie ndesh me
prononcimet e opozitës, atëherë dihet që zonja Balluku s'mund ta vazhdojë më këtë detyrë, por do t'jap dorëheqje me iniciativën e saj, dhe jo që t'i thotë qeveria Rama 4 që je e pushuar apo të zëvendësojmë. Pasi siç e pat edhe me Ministrin e Financave Arben Ahmetej, që vazhdoi të punonte deri në momentin që u largua dhe nuk u kthye më. Dhe kështu do të ndodhë domethënë dhe me ministrat të tjerë që e vazhdojnë këtë trajektore dhe fillojnë me zigzake. Duke qenë se SPAK-u ka përdyer thirrje asaj. Herën e parë su paraqit, herën e dytë i tha duhet paraqitesh me një avokat dhe tani së fundi ka dhënë afat deri të prenden që duhet paraqiten nëse s'bën SPAK. A mendon se edhe Balluku do arratisë si punë e Tigrit? Po ultimatumet SPAK-u i jep dhe i vën jetë, pasi është forca e saj domethënë. Me Tigrin. Po nëse SPAK-u këmbgul që ajo duhet paraqitet në SPAK, ajo është e detyruar që të paraqitet në SPAK, pasi siç e dini SPAK-un e ka bekimin e SBA-ve, ka bekimin e BE-s dhe të Anglisë, domethënë është mbi politikën në këtë rast. Dhe zonja Balluku nuk është se ka forcë domethënë që të shfuqizoj SPAK-un deri të premten. Po Rama ka forcë? Rama është domethënë imazhi i Shqipërisë, domethënë ashtu siç e ka forcën në SPAK, ashtu e ka forcën në parlament, ashtu e ka forcën. Rama t'i marrin telefonat të SPAK-ut të thotë, "Alo, Belinda do ikë këtë ditë, mos arrestohen." Po nuk arrestohet, domethënë se bashkëpunimi i SPAK-ut me qeverinë është domethënë në interes përbashkët. Nëse ne na ul domethënë një dënim i saj, atëherë do ishte më e favorshme që ajo të gëzonte liri. Dhe është domethënë ne s'ta kushton gjë domethënë që ajo të jetë e lirë, pasi siç e dini edhe Berisha ishte një vit në arrest shtëpie dhe tani së fundi shëtitën jo parlament, jo në BE, jo gjithçka domethënë. Dole te Berisha tani është ngritur me një lumë akuzash për Ballukun dhe pretendon sipas tij, që Balluku do që të marrë aeroportin e Vlorës. Ti si mendon? Është e vërtet kjo që Balluku do kërkon që të marrë aeroportin e Vlorës, do të bëjë një puç Pacollit? Po tani siç e the edhe vet, Bexhet Pacolli domethënë është i bllokuar në çështjen e aeroportit dhe nuk mund të vazhdojnë më si investues dhe si pjesëmarrës në ndërtimin e portit të Vlorës. Po duhet patur parasysh që zonja Balluku çdo vendim që ka marrë e ka bërë me dijeninë e kryeministrit, me dijeninë e kolegëve të saj, me dijeninë e stafit, ku ajo ka organizuar domethënë që drejton ministrinë. Dhe duhet patur parasysh që mendimi i saj ka qenë i vyer, ka qenë i gabuar. Këtë e vërteton vetëm opozita, pasi ajo opozita domethënë është në dijeni të gjitha punës së saj domethënë. Ti mendoj që ajo do që ta marrë aeroportin e Vlorës? Po aeroporti i Vlorës do ishte mirë që të përfundonte, pasi është domethënë një gjë që na intereson të gjithëve, që nëse ka një udhëtim Londër-Vlorë apo Washington-Vlorë, është edhe diçka pozitive në ekranin gjigant të aeroporteve, domethënë që të jetë edhe Vlora të shënohet si diçka. Edhe do ishte mirë që të përfundonte, pasi siç e dini Vlora është zonë turistike dhe do ishte shumë më mirë që njerëzit nëse rezervonin për Vlorë të mos shkonin në Rinas, pastaj shëtisin për Vlorë, të humni kohët ashtu, po zbrisin direkt aty dhe do ishte si qytet shtet Vlora. Dhe kjo do ishte diçka pozitive. Gigant. E ka Kuksi përse jo Vlora.